prej Po kalojmë prej ujit. Uji është problem shumë i madh. Se për në 2025 shën me folë për ujë. Nëse fiton, a duhet me folë në 2030 shën për ujë prapë. E tash nëse 2030 në flasin për ujë, atëherë do t'ishte një arsye më shumë për qytetarët e Prizrenit me ndrua dhe mu, që duhet me ndrua dhe këtë që është tash. Uji është problem bazik. Qysh mshelit, sa kushtën, kur duhet mu bo, kam janis, Krejt thiren, si me thonë, në një projekt tashmë që është i bom, s'ka nevoj me shpik as une, as ndonjë kundër kandidat jemi, s'ka pas nevoj as me shpik ndonjë zgjidhje kryetari që ka qenë deri tash. Krejt që ka duhet me bo është zëvendësimi i rrjetit vjetër të ujësjellësit, që janë gypat azbestit, shumë të rrezikshëm, kancerogen, në një vlerë prej 20 milion euro. Janë dikur rreth 128 kilometra gypat azbestit që duhet pa tjetër, përveç rrezikshmërisë që paraqesin ato, ka dhe rrjedhje të ujit në rrjet. Do më thonë, mbi 50% e ujit humbë në rrjet në Prizren. Edhe kjo është edhe një nga arsyet, pastaj kapacitet kyçja e madhe që është bërë që e përmenda më herët, kyçja 3 burimeve të reja, tek Sozia, tek Poslishti, edhe tek Bërmica, me krejt këtë po të flasë në pikat të shkurta, pa do shumë e zgjatë çështjen e ujit, po në pikat të shkurta, krejt këto që i përmbledha unë, do të ishin të mjaftueshme për me zgjidhur problemin e ujit në Prizren. Mungesa madhe infrastrukturës. A ka pare për çet punë dhe a ka kokë më mshel për një mandat? Tash kjo ka qenë një prej arsyeve lartë që unë kom vënë pak publikimin e programit, sepse jo zyrtarisht, unë njoftova prej Ministrisë Financave që komuna e Prizrenit ka him borxhe diku 57 milion euro. Është rekord i borxheve. Hajde edhe një herë sqaro mas to. Qysh hin dikush 57 milion euro borxh? E tash këtu kisha dosht me pas përballë edhe zotin Totaj me pyet për një mellune. Po del, po thot shumë janë 7 veta, kur të met një dal me to. Unë po i besoj. Qa me but është që kjo është opcioni që e kom. Nëse ki letër prej Ministrisë Financave që thot 57 milion euro është komuna Bërgj, a kanë zbërthim që di borxhe dhe më ka thënë qysh mrin dikush 57 milion me him rena? Këto janë borxhe që kanë ardhur si rezultat i nënshkrimit të kontratave, të cilat ka një zbrasi ligjore që rregullon këtë punë, ku i mundson komuna me hyrë në obligime, të cilat janë edhe përtej kapacitetit buxhetor shkurtërshëm. Ka nis projekte pa pas pare. Ka kriju obligime për ma vonë. Këto janë borxhe. Borxhe të cilat, po nuk o paguan me kohë, që ka ndodhë në tërhynë për Barusi. I thonë për Barusi edhe të sakatën. Që ato projekte që ki planifiku me bo, nuk imi me mujtë për shkak të kurthi që ke hy vetë, ke shkaktu vetë. Ndërkohë që për nga larkësia, edhe po mjeftoj mitë që zotit Tuata, i cili po thirët, po shpall vetën si menager i mire i suksesshëm, që fatkeqësisht ka dhe përvojë financiare, me bojë si gabime elementare, për mu është absolutisht e pakuptueshme. Qyshin këto ka... E ka marrë komunën 0-0 premitar Askukës. Jo në 0, po plus 10 milion. Edhe e ka pru për momentin minus 57 milion euro borxhe të cilët duna me i pagu unë si kryetari arshëm i komunës Prizrenit. Natyrisht se për këtë gjendje kemi diskutuar me zyrtarët e Ministrisë së Financave, që ka ndodhur me këtë punë. Më ka njoftu që njëjta situatë pak a shumë kishte qenë në nivel qendror para se marrë qeveria Kurti, po gradualisht me një disiplinë financiare, me vendime të matura, me vendime të drejta, kanë arritur që me reduktuar borxh edhe më në fund me mbrin atë pikën ku shpërndanën shtesë